Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, duke ndëlidh me temën e ligjëratës e cila ishte para ezanit, dua ta vazhdoj këtë hutbe me një këshill, e cila më duket pikë këshillave më të bukura që i kam lexuar nga njerëzit. S'flas për fjalët e Allahut dhe për fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por për këshillat më të bukura që kam dëgjuar që dikush ja ka dhënë fëmijët të vet. Bëhet fjalë për disa këshilla të cilat janë përmendur në Hilet el-Awliya nga disa shokë të Jafer as-Sadiq, që kanë hyrë kaj dhe kanë pa duke i fol djalit të tij Musës. Djalit të tij Musait dhe po e këshillonte me disa fjalë dhe ato i kanë transmetuar nga ai. Unë i komari kanë shënu dhe dëshiroj që një nga një t'ua përcjell juve. Vëllezër të nderuar, hyn ke Xhaferi, i cili ishte stërnip i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i drejtohet ai djalit të vet duke i thënë: thot, o biri im, pranuj e këshillën, se në qoftë se kemi pranu ta këshilla, keme jetu rahat në këtë dunja dhe keme vdek faqebardh. Keme jetu i qetë në këtë dunja dhe keme vdek dhe Allahu subhanahu wa ta'ala dhe njerëzit kanë me qenë të kënaqur me ty. Thot, o biri im, kënaqu me atë të cilin ta ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kënaqu me atë të cilën ta ka nda ty Allahu subhanahu wa ta'ala, se kush kënaqet me atë që ja ka caktuar Allahu bëhet i pasur. Ndërsa kush e zgjat shikimin drejt atyre të cilët u ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nuk është i kënaqur me atë që Allahu i ka dhënë, ka me vdek i varfër. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala e vërteton të njëjtën ku thot: wala tamuddanna aynayk, mos i zgjat shikimet e tyre tuaja, mos i zgjat një shikimet drejt atyre të cilët ne i kena dhënë begati të ndryshme, lineftinehum fi, që na t'i sprovojmë me ta. Mos mashtron pse dikuj Allahu i ka dhënë diçka dhe dikuj tjetër i ka dhënë diçka tjetër, të cilën ti nuk e posedon, se çdo sen që t'jep jep Allahu subhanahu wa taala në dunja dhe nga çdo sen që të privon Allahu në këtë dunja është sprovë. Dhe shumica e njerëzve binë në sprovën e begatis dhe te i kalojnë në sprovën e vështirësisë. I thot, dhe për këtë vëzër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: irda bima qasama Allahu lek takun aghna an-nas. Bëhu i kënaqur me atë që ta ka dhënë Allahu, thuaj elhamdulillah për mirësitë që mi ka dhënë, keme qenë njeriu më i pasur. Keme qenë njeriu më i pasur. Dhe për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ibn Majahs, thot, mos intereson ty dënjaja ka me dasht Allahu, mos intereson ty çka posedojnë tjerët, mos i shikon njerëzit për interes, kanë me dasht edhe njerëzit. Vazhdon vëzër, Xhaferi i drejtohet birit të vet dhe duke i thënë: o birim, kush kënaqet ma atë, kush nuk kënaqet ma që ja ka dhënë Allahu, fillon dhe dyshon në Allahun subhanahu wa ta'ala. Fillon dhe dyshon dhe thot: pse Allahu s'më dha mu, pse i dha ati? Pse a jam unë e ma i keq se ai ndese shikoje se ai çka bën? Haron urtësinë dhe prehtësinë në vendime të cilën e cakton Allahu subhanahu wa ta'ala. Vazhdon dhe i thot: o birim, kush e nënvlerëson gabimin e vet, në syrin e tij madhrohet gabimi i tjerëve. Dhe kush e llogaritën të madh gabimin e vet, në sytë e tij llogaritet i vogël gabimi i tjetrit. Dhe për këtë vëzër, prej sprovave që Allahu ja dërgon njerëzve, është që i bën ata të miren me gabimet e tjerëve duke i harru gabimet e veta. Të jenë të njoftuar në detaje me gabimet dhe si kanë ndodhur dhe pse kanë ndodhur dhe cila është arsyeja dhe ku kanë ndodhur gabimi i tjetrit, ndërsa harrojnë gabimet e veta.
dhe dalin para Allahut, Allahu i pyet për gabimet e veta dhe i pyet se pse ni marr me gabimet e të tjerëve. Dhe kjo është sprovë për Allah subhanahu wa taala. Andaj dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari i vërtet gabimet e veta i shef sikurse është pranë një mali të madh dhe ky mal po bjen përmi te. Duket gabimi i tij edhe pse ndoshta nuk është shumë i madh, madhrohet në syrin e tij dhe nuk ka vakt mu marr me të tjerët. Ndërsa i cili nuk është i tillë vëzër, ai i cili është mëkatar, se ka frikë Allahun, ai e shef mëkatin e vet sikurse një mizë e vogël që është ndalur në hundën e tij dhe e largon me dorë. Hajt se kollaj është kjo punë. Hajt se kollaj është kjo punë dhe vazhdon kështu gjatë gjithë jetës së tij duke largu deri kur del para Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala thot: "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Dhe mos ma lavdoni veten. Mos ma ngritni veten. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala se shumë prej njerëzve tentojnë ta ngrisin veten jo me veprat cilat i posedojnë, po duke i ul tjerë dhe mendojnë që ose në shtypin tjerë unë ngritem. Jo vallahi. Allah thot: "Fala tuzakku anfusakum." Mos ma lavdoni veten. Mos ma pastroni veten. E din Allahu shumë mirë kur sa ish besimtar. Vazhdon vëzër dhe e këshillon Gjaferi birin e tij, thot: "O birim, kush e largon, e zbulon mbulesën e të tjerëve, do t'i zbulohen gabimet e tij edhe nëse është në shtëpinë e tij. Mbyllet në shtëpi, mas mja pa gjunahet, ja zbulon Allahu subhanahu wa taala. Kush e prishën perden e gabimeve, dikush ka bën një gabim, ja ka mulu Allahu, se di njerëz ky krenari e ka zbulu dhe fillon ta shpalos kët, i garanton Allahu subhanahu wa taala se Allahu ka mi korit dhe ka mi zbulu tmetat e tij. Dhe kët, përveç këshillës që e birit të vet, e vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e shënon Ibn Majah dhe transmeton Abdullah ibn Abbas nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Men satara mu'minan", ai cili e mbulon një besimtar, Allahu subhanahu wa taala, një njeri që e beson Zotin, Allahu ja mbulon atij në dunja dhe në ahiret. Po ai cili ja zbulon tmetat njerëzve, ja zbulon tmetat besimtarve, ja zbulon gabimet njerëzve, Allahu subhanahu wa taala do ta koris atë nëse është edhe në shtëpinë e tij. Mbyllet në shtëpi, mas mja pa askush, e korit Allahu subhanahu wa taala. E më çka më e keqja vëzër, Allahu subhanahu wa taala edhe në ditën e gjykimit ja paraqet, ja zbulon tmetat e tij. Allahu subhanahu wa taala na rujt. Dhe për këtë, ata të cilët dëshirojnë t'i mbulojnë mëkatet në këtë dunja dhe dunjan tjetër, dhe çdo kush për neve është gjënaqar, le t'ja mbulon njerëzve mëkatet. Nuk të ka qu Allahu subhanahu wa taala ty kontabilist i veprave tjerve. Si thojt kena, si jeti knjigovoq me udhëheq njerëzve, këtu e ke në minus, këtu e ke në plus. Kush t'ka obligu me këtë? Kush t'ka ngarku me këtë? Kush t'ka thonë si ke mu vetë për këtë? Kena mu vetë për veprat tona vëzër, dhe kena mu vetë se çka kena folë për tjerë. Po, kena mu vetë. Andaj, mos bim sprovën e shejtanit, i cili gjoja se për shkak se më vjen keq, gjoja se pse më dhimet, gjoja pse është vllau im, gjoja se është motra jeme, e kështu me radhë, unë e më dhem shumë dhe ja shpalosi këto se vjen keq, po ndi keqardhje dhe ta bisedojmë. Të janë kurtha të cilët Allahu subhanahu wa taala i hudh në zemrat e njerëzve për t'ia prish besimin e tyre, për ta prish imazhin e tyre dhe për ta prish imazhin e të tjerëve. Vëllezër të nderuar, vazhdon këshilla e tij dhe thot: kush e nxjerr shpatën e padrejtësisë, do të vritet me të. Kush ja hap gropën vllaut vet, do të bjen në të. Dhe këtë vërteton Allahu subhanahu wa taala në suratul Fatir, ku thot:
wala yahiqqul makru sayyi. Dhe e keqja të cilin dikush e bën, nuk i kthehet vetëm sa atij që e ka bërë. Diku i kthehet këtë dunja, diku i kthehet dunjan tjetër. Thot Allah subhanahu wa taala, wala tahsabanna Allaha ghafilan. Mos me mos Allah subhanahu wa taala është i pakujdesshëm ndaj asaj të cilët bëjnë keqbërësit. Allahu i vonon në një ditë ku do të shtangen shiqimet. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Vazhdon këshilla vëllezër dhe thot, kush shoqërohet me mendje lehtit, do të nëçmohet dhe do të përshmohet. Dhe ai i cili shoqërohet me njerëzit e dijes, me njerëzit e hajrit, Allahu subhanahu wa taala do ta nderon atë. Dhe kush rrin vende të këqija, do të jetë pjesë apo do të dyshohet për të. Dhe Allahu subhanahu wa taala thot, khudhil afu, fali njerëzit. Fali njerëzit. Thot wa'mur bil urf, dhe urdhëroj njerëzit me mirësi, me këshilla të mira, me traditat e të mira. Wa'rid anil jahilin, edhe mos u merr me njerëzit cilët nuk dinë dhe cilët janë mendje lehtë. Thot vëllezër, o biri im, këshilla tjetër, ruaju që të mos i nënçmosh dhe ti përçmosh njerëzit. Mos i ofendo, mos u tall me tjerë, mos i ul tjerë duke ngritur vetë. S'din s'di kë kur gjë, as në shkollë, as di mu vesh, as din kështu, as e din atë, as e din këtë. Mos i përçmo njerëzit. Mos i nënçmo njerëzit. Thot sepse ai i cili e bën këtë, i njëjti ka më nënçmu dhe ka më përçmu. Dhe ruaju nga me çështje të cilat nuk të përkasin ty, sepse kjo ka me të poshtru. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bi hasbi imri'in, mjafton për njeriu sherr, mjafton gjëna me dal para Allahut që se s'ka asnjë gjëna tjetër, vetëm se e ke nënçmu dhe një besimtar. Vesh kjo me qenë në dynja mëkati jat, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të mjafton, s'duhet më shumë. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e Buhari's, min husni islamil mar'i tarku ma la yani. Qose dhe me ditë dikush se çfarë islamit ka, shifë ameret me çështje të cilat nuk i takojnë. Bukuria e islamit të vërtet është që njeriu të mos merret me çështje të cilat nuk i takojnë atij. Vazhdon këshilla e tij dhe thot, o birim, thuaj të vërtetën, në qoftë për ty ose në qoftë kundër teje, që të dallohesh nga rrethi jot. Qulil haqqa walau kana murra, thuaj të vërtetën, edhe në qoftë se është e idhët. Thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. Vazhdoj me këshilla se ka shumë për të folur, këtë çdo njëra temë veti, por si shkak i kohës, vazhdon dhe thot Ebu Xhaferi djalit të vet, o birim, lexoje Kur'anin, përhape selamin, urdhroj njerëzit për të mirë, ndalon nga e keqja, lidhu me atë që të ka shkput lidhjen me ty. Ai i cili s'flet, fliti. Ai i cili nuk dhe me të folsh, ka fliti i pari. Thot, dhe jepi atij i cili të kërkon. As thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtarët, thot ky nuk i flet, më i miri para Allahut është ai i cili fillon me selam. A nuk thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk hyni në xhenet derisa s'keni mu dash, dhe nuk keni mundësi mu dash derisa nuk afroheni me njërin tjetrin. Thot a më u kallzu diçka e cila kam ju shtu dashurinë? Ja, nuk hyni në xhenet derisa s'keni besu, dhe s'mundeni me besu derisa nuk e doni njëri tjetrin. A doni më u kallzu se si mundet mu arrit një për mënyrave me arrit dashurinë? Ka thonë shtoni selamin njëri me tjetrin. Vëllezër të nderuar, dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e Uthmanin, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri për juve ishte ai cili e cilën Kur'anin, e lexon Kur'anin, e mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Thot Xhaferi, ruaju, thot nga përgojimi, ruaju nga bajtja e fjalëve, mos baj fjalë, mos shpif për njerëzit, sepse kjo mbjell armiqsi në zemrat e njerëzve. A nuk ka thonë, vëllezër, shikoni çfarë hadithi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul al-janna an-namam. Ai cili bart fjalë mes njerëzve, s'ka me hyrë në xhenet. Nuk e tham unë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk hyn në xhenet ai cili merr fjalë për njënit, shkani kallzon atij tjetrit. Merr fjalë për këtij, shkani apo ja çon atij tjetrit. Thot Allahu subhanahu wa taala në suratul Qalam, dhe mos ju bind, mos e nigja, mos ja vën veshin askujt i cili betohet shumë dhe e ka ul veten e tij. Ai përqesh njerëzit, ai shpif për njerëzit, thot ai përhap fjalën e për njerëzit, thjesht ai merret me njerëzit. Allahu subhanahu wa taala na ruaj. Këshilla tjetër, vëllezër, thot ruju nga zjerrja në pah e metave të njerëzve.
Mos ja zbulon njerëzve të metat, mos ja kallzon njerëzve të metat që i kanë, sepse ai i cili merret me të metat e njerëzve është shënjestër, gjithë gjujnë atë, gjithë kanë me gjujt në këtë, dhe për këtë Zedan el Medeni thot kanë pa njerëz se cilët kanë pas gjinahe, kanë pas shumë gjinahe, kur s'kan folë për gjinahet e tjerve, janë bragos për gjinahet e veta. Allah subhanahu wa taala nuk ja ka shpalos gjinahet e tyne. Kanë pas njerëz cilët na janë duk mashallah s'kan pas gjinahe, kjo mashallah. Ka folë për tjerët, na ka shpalos Allahu gjinahet e tyre që kur s'kena me musa ata i kanë ato gjinahe. Allah subhanahu wa taala na ruaj. Vëzër, i thot për në fund, o biri im, nëse kërkon bujarin, kërkon me qeni mirë, kërkon me qeni zemërgjan, kërkojat në burimet e saj, sepse bujaria ka burime, burimet kanë rënjë, rënjët kanë deg, dhe degët japin fruta. Fruti i mirë, pa rënjë të mira, nuk mundet me qëndru, dhe rënja nuk qëndron e fort, pa mos me pas vend burim të mirë. Dhe për këtë Allah subhanahu wa taala e përmend në Kur'an, ku thot, Allah subhanahu wa taala ju nuk ka sjell juve shembullin, apo a nuk e shihni se çfarë shembulli ju ka sjell Allah subhanahu wa taala të fjalës së mirë, është sikurse pema e mirë. Asluha thabit wa far'uha fi as-sama. Është e fortë në tokë, e ngulitur, stabile në tokë, dhe i ka çuar degat përpjet. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbi. Dhe ajo e jep frutet, kohë pas kohë, frutet mira për njerëzve. Ja shohin njerëzit hajrin. Thot, ndërsa shembulli i pemës së keqe është se ajo pema e rrëzume, s'ka mujt as vedin e vetë mi majt, dek të rrëzume për toke, frute nuk ka. Kështu Allahu subhanahu wa taala jep juve shembull, se e paraqet këtë pemën vëzër, se e shembull e paqëndrueshme, s'ka ekzistencë pisaj, s'ka hajër pisaj. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i muslimanit të mirë, i shokut të mirë, është si shembulli i atij që shat parfema. Edhe nëse s'ne parfem kur kemi dalë pi aty ka me të ardhera mirë. Ama shembulli i atij njeriu të keq, shoku të keq, është si shembulli i atij i cili punon me hekër. Punon me hekër, shkan atje, tesha digjen, të vjen era shfajt, të vjen era rom, edhe qose ai nuk ka dashur me të bëj keq. Atmosfera është e tillë. Lusë Allah subhanahu wa taala na bën neve prej robëve të tij të sinqert, prej robëve të tij të mirë. Çdo kush për neve është gabimtar, po mirë për atë i cili te i kalon gabimet e veta dhe fillon të mirët me gabimet e tjerëve. Kjo është si shembulli i tij i cili po ec dhe pranë vetit ka gropa, pranë vetit ka pengesa, ndërsa ky qëllon me dyrbia. I shikon, shikoj atje, shikoj këtë tjetrin. E harron veten e vet dhe nuk e sheh veten e vet ku po shkel. Dhe Allah subhanahu wa taala nuk na ka dhënë neve dy zemra dhe dy mendje, një na ka dhënë për më marr me veten tonë. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala